Në tokën shqiptare do të mbërrinte në vitet 30 me ftesën e mbretërisë. Në drejtimin e tij do të organizojë gjandarmeria, ashtu siç njiheshin ndryshe forcat policore shqiptare. I barazlefshëm me etërit e tjerë themeltar të forcave të ruajtjes së rendit publik në Shqipëri, u dekorua me urdhrin e Skënderbeut. Më 25 gusht 1952 ndoroi jetë oficeri që shërbeu Shqipërisë për vite me radhë, generali Persi, pasi pati spikatur për akte trimërie dhe aftësi ushtarake, duke u vlerësuar me 10 urdhra e medalje të fituara në fushë betejës provuese. Generali Persi zbarkoi në Shqipëri për të modernizuar gjandarmerinë. Pasi la shërbimin në vitin 1938, Persi do të koordinonte misionin aleat për zyrën e operacioneve strategjike në Beograd dhe në Kosovë. Miku i mirë i Shqipërisë dhe i shqiptarëve do të ishte edhe në krye të misionit të UNRWA-s për të siguruar ndihmat e nevojshme humanitare në vendin tonë. Prej shumë vitesh do të kryesonte edhe shoqatën anglo-shqiptare në Londër.